Ta dini një gjë që hoxhallarët kanë qenë edhe paralens të këtyre gjërave. Atje në bashkinë e Durrësit ka qenë kryetari i bashkisë së Durrësit Hoxha Efendi Ali Podgorica, i cili ngriti flamurin para se mu ngrit në Vlorë. Popullist e Bashkisë Islame të asaj kohe ishin prej organizatorëve thujase kryesor në organizimin e shpalljes së pavarësisë së shtetit tonë. Gjatë ditës së sotme në ambientin e medreses Alaudin, u mbajt një manifestim solemn me rastin e ditës së flamurit, ku morën pjesë udhëheqës, mësimdhënës dhe nxënës të kësaj vatre arsimore. I pranishëm në këtë tubim ishte sekretari i përgjithshëm i Bashkisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, i cili në fjalën e tij theksoi rëndësinë e kësaj dite për kombin ton dhe rolin historik të prizve të Bashkisë Islame në ruajtjen e identitetit kombëtar. Nëse dikush ka arsye, ka drejt që ta festoj këtë dhe ta përkujtoj këtë datë historike, jem ne. Është institucioni i Bashkisë Islame ku prist e Bashkisë Islame të asaj kohe ishin prej organizatorëve thujase kryesor në organizimin e shpalljes së pavarësisë së shtetit tonë. Pra kontributi i ulemas, kontributi i prisëve fetar në këtë temë ka qenë gjithherë prijetar. Fjalë përshëndetëse mbajti edhe drejtori i medreses Alaudin, zotri Fadil Hasani, i cili rikujtoi kontributin e hoxhallarëve dhe dietarëve të mëdhenj në kultivimin e vlerave kombëtare dhe në shënimin e ditës së flamurit ndërbreza. Vlera jonë është adheu ynë, vlera jonë është flamuri ynë, vlera tonë e pavarësia jonë dhe vlera jonë është mbi të gjitha besimin në Allahun xhelleshanu dhe kultivimi dhe zbatimi i parimeve të Allahut xhelleshanu që ne ka caktuar sipas dinit islam. Kur u ngrit flamuri në Vlorë nga Ismail Çemajli dhe Isa Boletini kur kam rrinë në kohën e tij, por ta dini një gjë që hoxhallarët kanë qenë edhe paralens të këtyre gjërave. Atje në bashkinë e Durrësit ka qenë kryetari i bashkisë së Durrësit Hoxha Efendi Ali Podgorica, i cili ngriti flamurin para se mu ngrit në Vlorë. Hoxh Syl Popova, nga llapi legjendar dhe heroik, e ngriti në udhën e tij. Prandaj edhe ne sot i nderojmë ata të gjithë. Manifestimi u pasurua me pika artistike të përgatitura